Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet me rritjen më të shpejtë në Europë, ndërsa rezervimet për pushime janë rritur ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Sipas një artikulli të britanikës The Sun, të dhënat e Thomas Cook tregojnë një rritje prej 293% të prenotimeve drejt Shqipërisë. Media britanike paraqet vendin si një alternativë ende relativisht pas zbuluar nga turistët britanik, me plazhe me ujëra të kristalta, qytete historike dhe çmime të përballueshme. Tirana përmendet si një kryeqytet me pak turma, shumë ditë me diell dhe çmime të ulta për ushqim dhe pije. Në fokus është dhe Ksamili, cilësuar shpesh si Maldivet e Europës, për plazhet me rërë të imën dhe ujin e pastër. The Sun veçon gjithashtu plazhet Lori dhe Paradise, si dhe mundësitë për bare, restorante dhe aktivitete përgjatë Bregdetit. Për turistët e interesuar për historinë dhe kulturën, artikulli rekomandon Beratin dhe Gjirokastrën, të dyja pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Berati përshkruhet si qyteti i një mbi një dritareve, ndërsa Gjirokastra veçohet për arkitekturën karakteristike prej guri, Kalan dhe pazarin e vjetër. Në listën e destinacioneve përfshihen dhe Durrësi dhe Golemi. Amfiteatri Durrësit, plazhet me rërë dhe restorantet Buzdetit paraqiten si pika tërheqëse, ndërsa Golemi rekomandohet për pushime familjare dhe për sporte ujore. Sipas artikullit, Shqipëria lidhet drejt për drejt gjatë verës me disa qytete britanike, përfshirë Londrën, Birminghamin, Manchesterin, Edimburgun dhe Liverpoolin.